Hiqet Telimegjëmba i vendosur për gjatë gjithë rrethimit në kantierin e ndërtimit në zonën e Zvërnecit. Telimegjëmba shaqur gjatë ditës së diel pikërisht nga vetë investitori privat që po kryen punimet në këtë zonë, ndërsa tashmë ka ardhur konfirmimi që janë prishur kontratat me kompanitë private të cilat kryenin edhe sigurimin e zonës. Prishja e kontratës ka ardhur me njëherë pas ngjarjeve të dhunshme të ndodhura ditën e shtunë në zonën e Zvërnecit. Është hequr Telimegjëmba i vendosur për gjatë rrethimit të kantierit të punimeve në zonën e Portonovës në Zvërnec. Telimegjëmba ishte vendosur mbi tokë dhe për gjatë perimetrit të rrethimit, ku prej disa kohësh po kryen punime në kuadër të projektit në fjalë. Sipas informacioneve nga tereni, heqja e tij është kryer gjatë ditës së diel nga vetë investitorët e projektit. Vendosja e Telimegjëmba erdhi pas protestës së zhvilluar disa ditë më parë, ku pati përplasje mes protestuesve dhe punonjësve të sigurisë private. Incidenti çoi në shoqërim dhe pas arrestimin e një prej personave të sigurisë private. Ndërkohë, gjatë kësaj të hëne, situata në zonë paraqitet e qetë, nuk janë konstatuar lëvizje të mjeteve të rënda dhe as zhvillimi i punimeve brenda kantierit. Gjithashtu, përgjatë zonës së rrethuar është vënë re një prani më e reduktore punonjësve të sigurisë private krahasuar me ditët e mëparshme. Banorët dhe vizitorët e zonës vijojnë të ndjekin me vëmendje zhvillimet që lidhin me këtë projekt, ndërsa mbetet për të parë se si do të vijojë situata dhe nëse punimet do të rifillojnë në ditën e vijim.